Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Aktoreja e njohur e serialeve mbetet pa dhëmb. Chrissy Teigen, aktoreja e njohur me famë ndërkombëtare, ka pësuar një aksident në shtëpi ndërsa po bënte një lodër krishtlindjesh për fëmijët e saj, duke rezultuar në rënien e dhëmbit të saj. Modelja postoi një video në llogarinë e saj personale në Instagram të dielën, duke treguar të gjithë procesin që ndoqi me fëmijët e saj, të cilët mbushën vazo me shkopin karamelesh dhe biskota të shtypura, dhe një moment tjetër të klipit, ajo shihet 3 ditë më vonë pranë pirgjeve të karameleve, duke shpjeguar se ndërsa përgatiste ëmbëlsirat i ra dhëmbi. Shkova të hapja një nga këta djemt e vegjël dhe më ra dhëmbi, tha ajo me të qeshur, madje duke treguar edhe dhëmbin e saj pas aksidentit. Teigen shtoi se ende i kishte të gjithë copën e pamjes si i ra.